Në Big Brother Kosova, e vërteta nuk është kur thjesht fakt, ajo është narrativ. Dhe narrativa, kur ndërtohet mbi dyshime, nënkuptime dhe akuzat të drejtpërdrejta, shndërrohet në armë. Përplasja ku lëndrimi ja plas në sy Dolces akuzat për njohje nga jashtë me Limin dhe Albën, për intrik të paracaktuar dhe për një skenar të menduar para hyrjes në shtëpi, nuk është vetëm konflikt personal. Ajo është një sfidë ndaj autenticitetit të lojës, një goditje ndaj besimit publik dhe një test për kufit etik të komunikimit në ekran. Akuzat e lëndrimit janë të rënda, sepse prekin zemrën e formatit, hyrja e barabartë dhe loja e ndershme. Të thuash se dikush e ka bërë si intrigë që para hyrjes se ka planifikuar përplasje dhe role, do të thotë të vësh në dyshim vetë premisën e Big Brother. Këtu konflikti kalon nga personalia të strukturore. Nuk është më ti më ke gënjur mua, por ju po e gënjeni publikun. Por eseja nuk ndalet te akuza si akt, ajo analizon si artikulohet akuza. Gjuha e përdorur, e drejt për drejt, e ashpër, herë vulgare, synon tronditje, jo dialog. Kur lëndrimi përdor formulime provokuese për të nënvizuar njohjen e supozuar dhe afërsinë e menjëhershme, ai kërkon të prodhojë një moment zbulimi, një çast ku maskat bien. Kjo është retorikë e demaskimit, e fortë, e rrezikshme, shpesh efektive për audiencë, por etike vetëm nëse mbështetet në fakte. Pikërisht këtu hyn reagimi i Dolces, pranimi i njohjes, po, njihemi, por me një kthes që hap kapitull tjetër konflikti. Pranimi i pjesshëm është strategji klasike e mbrojtjes, mbyll një front për të hapur një tjetër. Dolce nuk e mohon kontaktin, ajo e normalizon. Por normalizimi i një fakti nuk i shon dyshimet për përmasën dhe kohën e njohjes, as për rolin e Albës, e cila sipas akuzës nuk e pranon hapur atë që dihet. Këtu konflikti zhvendoset te hipokrizia. Pyetja pse Alba nuk e pranon që njihemi nuk është kërkesë informacioni, është akuzë morale. Ajo sugjeron se problemi nuk është njohja në vetvete, por fshehja e saj. Në një format ku transparenca është monedhë besimi, fshehja perceptohet si manipulim. Dhe manipulimi, i vërtet apo i supozuar, mjafton për të djegur reputacione. Nga këndvështrimi psikologjik, kjo përplasje është betejë për kontrollin e narrativës. Lëndrimi përpiqet të vendos kornizën, ka pasur plan, ka pasur skenar, ka pasur rol. Dolce përpiqet ta zbuz, po, njihemi, por kjo nuk është krim. Alba, në heshtje ose mohime të pjesshme, bëhet figura kyçe, sepse heshtja në këtë kontekst lexohet si strategji, jo si pafajësi. Kështu lind presioni publik, kush flet fiton pikë, kush hesht humbet terren. Eseja duhet të ndalet edhe te linja e hollë mes faktit dhe insinuatës. Të njohësh dik nga jashtë nuk është domosdoshmërisht shkelje. Shkelje bëhet kur njohja kthehet në koordinim të paracaktuar për të manipuluar lojën. Por kjo kërkon prova, jo vetëm intensitet fjalësh. Në mungesë provash, gjuha e fortë rrezikon të bëhet gjyq publik pa procedurë. Nga perspektiva etike,